E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin në Monitor TV për të sillur pranë jush analizën dhe komentimet të ngjarjeve që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit. Dua të ndaloj tani tek një zëng që ndodhi natën e mbrëmshme mes dy banorëve që në fakt krijuan një lloj afërsie që në momentin e parë krijuan një lloj aleance, le ta quaj në loj, por siç duket kjo aleanca u shkatërrua me ofendime kundër drejt njëri tjetrit Seliak dhe Selakic. Edi dhe Fjolla Morina natën e mbrëmshme gjatë festës së madhe që në fakt u realizua për Dolçen. Dolçe kishte ditëlindjen e saj dhe në respekt të Dolçes vllau i madh kishte bërë një super festë të madhe, një super dekor të bukur që në fakt unë shoh që Dolçe suportohet shumë nga produksioni dhe mund ta them zyrtarisht që Dolçe mund të jetë edhe fituese e këtij Big Brotherit. Edi dhe Fjolla patën një lloj kaca fytje që në fakt Edi nisi duke ngacmuar Fjollën që në tavolinë, por Fjolla nuk u përmbajt dot. Ju e dini shumë mirë se Fjolla është e papërmbajtshme dhe filluan duke gjuajtur njëri tjetrin, por që në fakt banorët hynë në mes sepse edhe do të godisnin njëri tjetrin në moment. Ato ishin duke ngrënë dark të ditëlindjes derisa nuk munguan as vallëzimet qoftë edhe nga ato më sensualet. Mirë po, një moment agravoi debatin ku Fjolla dhe Edi plasën me njëri tjetrin. Me ditë kjo, çfarë coftine je ik prej teje. Do me thënë i thot Fjolla Edit, i thot coftin, që coftin është shumë fjalë e rëndë t'i thuash. Mjera ti me këj e marë, i thot Edi Fjollës në një formë kërcënimi. Smerna me ty se ti e coftin, i thot Fjolla Edit, derisa Fjolla i kërkoi falje Dolçes që po debatonin në ditëlindjen e saj. Por ajo që në fakt ra shumë në sy ishte që Dolçe nuk është se shkoi për të qetësuar Edin, apo nuk është se shkoi për t'i thënë Edit kujdes se je duke më prishur ditëlindjen time, por Dolçe anoj nga ana e Fjollës. Tani, unë në fakt prisja mbrëm që ditëlindja të jetë shumë romantike, që Edi të bëj një veprim romantik, të ulet në gjunjë, t'i kërkoj një fejes Dolçes, do me thënë t'ja kërkoj këtë me shpirt e me zemër, t'i thot që unë të dua të fejohem me ty, dua të bëjmë një diçka më shumë, por jo, do me thënë Edi siç duket nuk e ka këtë romantizmin brenda vetes, e ka thjesht sinqeritetin, dashuron dhe pik, dhe këtu mbeti do me thënë e gjitha, ndërsa nga ana tjetër ishte pikërisht Edi ai i cili kishte bërë një dhuratë të bukur për Dolçen dhe varsën që vari në qafë. Tani dua të marr mendimin tuaj, nuk e di se si do vazhdon kjo lidhje, por nuk e di edhe se si do vazhdon situata mes Edit edhe mes Fjollës, do me thënë që patë një krisje të madhe mbrëm. Fjolla ka hyrë me një guxim shumë të fortë, do me thënë është duke marrë në dorë të gjithë banorët dhe nuk i intereson, ndërsa në anën tjetër unë nuk shoh me thënë të drejtën një lidhje shumë të ndjerë dhe shumë gjigande në emocione tek Edi dhe tek Dolçe. Do me thënë ishin po këto tre, le të themi, mbretërit natën e mbrëmshme në ditëlindjen e Dolçes. Si e komentoni ju komplet të situatë dhe si e komentoni ditëlindjen?